Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Del vitamina që rrit kujtesën, përmirëson shpejtësinë e trurit dhe rikuperon memorien. Truri i njeriut është një organ kompleks që kërkon shumë përbërës për një mirë funksion të tij. Ja disa nga përbërësit kryesor të vitaminave për një tru më të shëndetshëm dhe një kujtesë më të fortë, sipas ekspertëve të health.com. Tiamina ose vitamina B1. Sipas The Journal of International Medical Research, vitaminat të grupit B luajnë një rol kyç në tejqimin e impulseve nervore. Mungesa e tyre çon në sindromën Korsakoff, një çrregullim i kujtesës dhe aftësive për të mësuar më shpesh e hasur ndër personat që e teprojnë me alkoolin. Ushqimet me vitaminë B1 janë kikirikët, arrat, peshku dhe stigat e pishës. Acidi folik gjithashtu është shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të trurit, e njohur ndryshe si vitamina B9. Gjysma e rezervave të kësaj vitamine gjendet tek mëlçia. Për pasojë një dëmtim i këtij organi çon në mungesë të disa llojeve të vitaminës B. Acidi folik gjithashtu luan një rol në sintezën e aminoacideve dhe në formimin e indit nervor. Mungesa e kësaj vitamine për të disa njerëz me grupin B ndikon direkt në zhvillimin e tyre. Ushqimet me përmbajtje të acidit folik ose vitaminës B janë kryesisht edhe spinaqi, argjinaret dhe thjerrzat dhe janë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyes. Acidi aksorbik, i njohur ndryshe si vitamina C, është një zgjidhje shumë e mirë në mbrojtjen e organizmit. Përqendrimi më i lartë i kësaj vitamine gjendet kryesisht edhe në tru. Mund të jetë gjithashtu një vitaminë shumë e rëndësishme për mbrojtjen e imunitetit. Kjo vitaminë është e rëndësishme për sintezën e neurotransmetuimit të dopaminës dhe mbron trurin kundër stresit dhe oksidimit. Meqenëse kjo vitaminë nuk mund të depozitohet në organizëm, rekomandohet marrja e përditshme 90 mg nga ky ushqim. Ushqimet me vitaminën C janë portokalli, mandarinat, luleshtrydhet, madje edhe elementët e mandarinës. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për fuqinë tuaj të trurit është edhe kalciumi. Kalciumi është një mineral thelbësor në funksionet të trurit. Luan një rol kryesor si masazhier i qelizave nervore, rregullon neurotransmetimin dhe kontrollon impulset nervore. Mungesa e tij në organizëm është e rrallë sepse organizmi ka një rezervë të madhe të mineraleve në kocka. Disa medikamente mund të shkaktojnë reduktimin e niveleve të kalciumit. Ushqimet me kalcium janë qumshti, kosi, djathi, tofuja dhe spinaqi, që janë zgjidhje shumë të mira ushqyese për organizmin. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojë gjithashtu as magnezi, i quajtur minerali i mrekullive. Magnezi është i rëndësishëm për shndrimin e vitaminës B në formën aktive të tyre. Një studim tregoi se administrimi i suplementeve të magnezit tek minjt e rritur përmirësoi kujtesën dhe aftësinë e memorjes afatgjatë. Një ekuilibër i magnezit dhe i kalciumit eviton edhe ekstremitetin e sistemit nervor. Çdo mungesë e tyre do të çojë në probleme neurologjike. Ushqimet me magnez janë farat e kungullit, kakao plur, bajame dhe kikerikët. Gjithashtu një mineral shumë i veçantë për shëndetin e trurit është edhe përfshirja e zinkut. Shkencëtarët nuk e dinë se çfarë roli luan zinku në shëndetin e trurit, por mungesa e tij lidhet kryesisht me çrregullime neurologjike dhe psikologjike, si sëmundja e Parkinsonit ose dhe sëmundja e Alzheimerit. Ushqimet e pasura me zink, kryesisht ato për sistemin imunologjik, janë qingji, midhjet, kungulli dhe mëlçia, të cilat do të ndikojnë gjithashtu në rritjen e një performance më të mirë të shëndetit tuaj të trurit. Nutricionistët thonë se është e nevojshme të mbajmë një dietë të ekuilibruar mirë. Pjesa më e madhe e kësaj ka të bëjë me sigurinë e marrjes të gjitha vitaminave të duhura, veçanërisht sepse është thelbësore në parandalimin e rënies së njohjes dhe në përmirësimin e shëndetit të trurit. Dhe duke pasur parasysh se rreziku i sëmundjeve neurologjike rritet me rritjen e moshës, një pyetje që lind shpesh për persona në përgjithësi është: cila është vitamina më e mirë për të mbrojtur trurin ton dhe për ta mbajtur atë të paprekur? Secila nga mikroelementët dhe mikrobiomat tona është një gjurmë dhe kështu luan një rol të rëndësishëm edhe për çdo individ, edhe në aftësinë e trurit të tyre. Por grupi i vitaminave B ka më shumë proteinë për të mbajtur trurin të ri të shëndetshëm, gjithashtu janë edhe vitaminat B.
Përfitimet e trurit nga kjo vitamin janë të larmishme. Depresioni, demantina dhe dëmtimet nervore shpesh shoqërohen me mungesën e vitaminës B. Zbulohet një studim i shkollës mjekësore të Harvardit. Mungesa e vitaminës B12 si një shok i problemeve njohëse është më i zakonshëm nga sa mund ta mendoni, veçanërisht në mesin e atyre personave të cilat janë të moshuar dhe jetojnë vetëm dhe nuk kanë se çfarë të hanë si duhet, citon doktoresh Uma Naido. Gjithashtu ekspertët sipas shkollës mjekësore të Harvardit kanë listuar disa nga vitaminat kryesore që duhet të jenë pjesë të recetave tuaja. Ekzistojnë 8 vitamina të ndryshme të grupit B, secila prej këtyre ka përfitime primare për shëndetin tuaj. Rritja e energjisë suaj. Vitamina B1 ose tiamina është thelbësore për funksionin bazë të qelizave tona dhe metabolizimin e lëndëve ushqyese për më shumë energji për shëndetin tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve. Truri është një nga organet metabolike më aktive në trupin tuaj, që do të thotë se ka nevojë të vazhdueshme për mbështetjen e tiaminës që të parandalojë mangësitë që mund të çojnë në probleme neurologjike të linjës. Vitamina B12 ose riboflavina vepron si një ndihmë enzimave të qelizave tona për kryerjen e reaksioneve të rëndësishme si në trup, ashtu dhe në tru. Gjithashtu ndihmon në rritjen e qelizave, prodhimin e energjisë dhe zbërthimin e yndyrnave dhe materieve të jashtme si medikamentet. Reduktimi i inflamacionit. Vitamina B3 ose niacina punon më mirë më shumë se 400 enzima për të prodhuar materiat si kolesterol dhe yndyrnat të nevojshme për trurin, për të rritur energjinë e tij dhe performancën e organit. Mbështetja e shëndetit tuaj të përgjithshëm të trurit mund të vijë nga vitamina B5 ose acidi pantotenik. Është thelbësor në krijimin e një përbërje molekulare të quajtur koenzima A, e cila ndihmon enzimat e trupit tonë të ndërtojnë dhe shpërbëjnë acidet yndyrore për energji. Vitamina B6 ose piridoksina është e dukshme për rolin e saj në parandalimin e sëmundjeve, sepse nivelet e duhura të kësaj vitamine lidhen me rrezik më të ulët të numrit të problemeve kundër radikaleve të lira dhe përmirësimin më të mirë të forcimit imunitar dhe shëndetit të trurit. Vitamina B7 më së shumti është e njohur si biotin që rregullon sinjalet e qelizave me komunikim të shpejtë efikas në të gjithë trupin. Në tru është thelbësore për sinjalizimin qelizor nëpërmjet neurotransmetuesve, duke nxitur kështu edhe një ekuilibër më të mirë të shëndetit tuaj. Ekspertja Uma Naido është një psikiatre ushqyese që raporton se duhet të tregojeni më të kujdesshëm atë që zgjidhni në dietën tuaj dhe duhet të konsumoni sa më shumë vitamina, të cilat duhet i merrni në mënyrë natyrale nga ushqimet. Shëndeti i mendjes bazohet kryesisht ndjenshëm në një regjim të pasur ushqimor me produkte të cilat stimulojnë çdo qelizë tuaje. Në këtë video do të listojmë disa nga vitaminat e tjera që duhet të jenë pjesë e dietës suaj, fuqizojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe performancën tuaj mendore, citojnë ekspertët sipas Harvard. Vitamina A. Të gjithë i njohim vlerat e vitaminës A për shëndetin, por kjo vitaminë është thelbësore edhe për zhvillimin e shëndetit më të mirë të trurit. Vitamina A do të zgjerojë aftësinë e mendjes dhe të sistemit nervor. Ajo përmirëson ndërlidhjen mes zonës së kujtesës dhe mësimit në zonat e qelizave. Kjo vitaminë gjithashtu shërben si antioksidant, një mjet i fuqishëm kundër radikaleve të lira. Burimet të vitaminës A janë spinaqi, pjeshka, mëlçia dhe kajsit. Acidi folik është një formë e vitaminës B9 që mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik do të forcojë kujtesën, afatshkurtër dhe vigjilencën dhe do të largojë amullin me veprime të ndryshme letargjike. Disa prej burimeve ushqimore më të pasur me acid folik janë barishtet, thjerrzat, fasulet dhe bishtajat. Ndaj edhe përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj është një zgjidhje shumë e mirë për të rritur kështu performancën e trurit dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.